Viti që lam pas shënoi një tjetër moment historik për teatrin shqiptar, teksa shfaqja Vizita e regjisorit Jodiqe u prezantua me sukses në disa nga skenat më të rëndësishme europiane. Një nga kulmet e këtij rrugtimi ishte pjesëmarrja në festivalin ndërkombëtar Mitem në Budapest, një prej eventeve më prestigjioze teatrore në Europë. Në dhjetor, shfaqja realizoi edhe një tur të gjerë në Itali, duke u ngjitur në skenat e qyteteve si Gorizia, Firenze, Napoli, Cagliari, Nuoro dhe Bolzano, duke përfaqësuar njësisht teatrin shkodran dhe atë shqiptar. Për herë të parë pothuajse një shfaqje teatri flet shqip në Itali. Ka njerëz që s'kan dëgjuar asnjëherë të flasin shqip në teatr, apo jo, kjo është normale sepse produksionet shqiptare në jashtë shtetit nuk janë shumë, janë të rralla, por janë të rralla. Sipas aktorit të teatrit Migjeni Jozef Sheroka, suksesi i Vizitës lidhet me disa faktorë. Faktori i parë është që ne jemi një grup shumë unison. Flas për grupin e aktorëve teatrit. Jemi një grup të lidhur shumë fort me njëri tjetrin, jo vetëm artistikisht, me sa duket edhe jemi të lidhur edhe nga ana personale. E dyta është edhe mbështetja që po jep edhe Sardegna Teatro. Rrugtimi i shfaqjes nuk ndalet këtu. Përgjatë vitit 2026 janë tashmë të përcaktuara 4 data të reja shfaqjesh, ndërsa pritet që Vizita të vijojë pjesëmarrjen edhe në festivale të tjera teatrore ndërkombëtare. Turi italian dhe prezantimi në skena prestigjioze europiane mbeten një moment krenarie për kulturën dhe artin shkodran.